për ne është një muaj, ka qenë një muaj shumë i zonë me shumë aktivitete, edhe ky 28 nëntor është shumë i veçantë, se për herë të parë si shoqat këtu në Irlandë përfaqësojmë të gjithë shqiptarin kudo brenda Irlandës, edhe është një ditë shumë e veçantë. Edhe nesër, sot do të kishim pas në fakt dëshirë të ta festonim, po nesër kemi lënë festën për 28 nëntorin edhe 29 nëntorin. Më thoni, sa është komuniteti i shqiptarëve në Irlandë dhe pak a shumë kur daton, le të themi, shkuarja e shqiptarëve të parë atje? Këtu kemi, tani po fillojmë nga këto pjesa që kemi gjithmonë, që kemi marrë informacion nga statistikat e Irlandës. Sot komuniteti shqiptar në Irlandë vlerësohet të jetë rreth 15.000 persona, me shumicën vendeve si që është Dublini, pjesa kryesore, pastaj kemi Cork, Limerick, Galway. Ky numër është në rritje të vazhdueshme dhe kjo bën më të domosdoshme krijimin e klasave të gjuhës shqipe dhe aktiviteteve kulturore për fëmijët tanë, edhe për mbar diasporën që ndodhet këtu në Irlandë. Prej sa kohësh e kishit menduar dhe sa zgjati ideja deri në realizimin e këtyre klasave të para në gjuhën shqipe? Po. Kjo nisëm është menduar prej shumë vitesh. Sigurisht nuk kemi qenë ne të parit që kemi mendu këtë gjë. Kanë qenë pjesë e komunitetit tonë që kanë fillu vite, po flasim para 50 vitesh, kanë filluar të bëjnë diçka të mundur, por në pamundësi për të bërë për të qenë pjesë e një shoqate që është miratuar me rregulla edhe me norma dhe që njihet nga shteti irlandez, nuk e kanë pas mundësinë, kështu që tani për disa kohësh ne po punojmë me një grup shumë të gjerë, por në bordin drejtues jemi 4 persona, edhe kemi 8 muaj që po punojmë instinktivisht për të hapur edhe për të bërë të mundur këtë nisëm dhe këtë projekt shumë të rëndësishëm. Mund ta themi sa klasa kanë startuar këtë vit dhe sa është numri i nxënësve që po mësojnë gjuhën shqipe atje? Po, sigurisht. Projekti i mësimit të gjuhës shqipe nisi me rreth 18 nxënës, tashi kemi rreth 30 nxënës, janë të ndara në 2 klasa. Ne vendosim studentat sipas niveleve tyre të njohjes së gjuhës. Klasat janë të ndara në 2 orare të ndryshme. I pari është të shtunën në orën 12 me 2. E pari është në orën 10 me 12, i dyti është 12 me 2. Falni për jo, s'ka problem. Fëmijët kur kemi 2 ditë në javë, është shtunë dhe diel, dhe jemi shumë të kënaqur me pjesëmarrjen. Është një pjesëmarrje e gjerë, normalisht koha këtu edhe prindërit janë shumë të zënë me aktivitete pune apo të tjera. Mendohet që të kemi shumë pjesëmarrje në ditët në vazhdim. O sa krenar do jenë gjyshrit dhe sa të kënaqur gjyshrit e këtyre fëmijëve kur e kanë mësuar që po mësojnë shqipen në klasat posaçme atje? Ashtë sa të lumtur janë ata, jemi dhe ne më shumë, për arsye se është një projekt që ndez zemrat tona, duke qenë se ne jemi shqiptar, edhe gjaja më e bukur që është gjuha shqipe, ajo pjesë si duhet ruhet ajo gjuha amtare